Dita e Shën Valentinit festohet çdo vit më 14 shkurt dhe njihet në mbar botën si Dita e Dashurisë. Në këtë datë njerëzit shprehin ndjenjat e tyre përmes gjesteve simbolike, si dërgimi i letrave, luleve, çokoladave apo edhe dhuratave të vogla të shoqëruara me mesazhe dashurie. Për shumë çifte kjo është një mundësi për të forcuar lidhjen e tyre, ndërsa për të tjerë një rast për të shprehur për herë të parë ndjenjat. Por kush ishte Shën Valentini dhe pse kjo ditë mban emrin e tij? Emri lidhet me figurën e Shën Valentinit, një shenjtor i krishterë që besohet të ketë jetuar në Rom në shekullin e 3 pas Krishtit. Sipas një prej legjendave më të përhapura, gjatë studimit të perandorit Klaudi II, martesat me të rinj t'u ndaluan, pasi perandori mendonte se burrat e martuar nuk ishin ushtar të mirë. Valentini, i cili ishte prift, e konsideroi këtë vendim të padrejtë dhe vijoi të celebronte martesa në fshehtësi. Kur veprimtaria e tij u zbulua, ai u arrestua dhe u dënua me vdekje. Legjenda thot se gjatë kohës në burg, Valentini krijoi një lidhje të veçantë me vajzën e rojes së burgut. Para ekzekutimit më 14 shkurt, ai dërgoi asaj një letër lamtumire të nënshkruar me fjalët nga Valentini yt, shprehje që besohet të ketë frymëzuar traditën e kartolinave të dashurisë që shkëmben edhe sot. Megjithatë, rrënjët e kësaj feste mendohet të jenë edhe më të hershme, duke u lidhur me një festival romak të lashtë, ku të rinjt merrnin pjesë në rituale simbolike që shpesh përfundonin me krimin e çifteve. Me kalimin e kohës, kisha e krishtere përfshiu këtë datë në kalendarin e saj, duke kthyer në një ditë përkujtimore për Shën Valentinin dhe duke i dhënë atij kuptim të ri shpirtëror. Atmosfera e Shën Valentinit u ndjek këtë të shtunë edhe në Vlorë. Rrugët ishin të zbukuruara në disa zona, me tullumbace në formë zemre, kryesisht nga bizneset private, ndërsa qytetarët e Vlorës flasin këtë ditë, duke kujtuar edhe puthjen e parë. Ne di se si, kjo ka qenë 15 vjeç. 15 vjeç që ka qenë? Kjo 15 vjeç, unë kam qenë 20. I vika turp. I vjen turp. Tani, ku jeni njohur? në fshat, brenda. Në lamsi jemi pak. Me lamsi. U i dashuruar pastaj. Po u dashuruan shumë. Mos na mirin në këto gjëra, po na mirin sa keni pensioni, thuaj kaq, këto duam ne. Po ju keni ngelur këtu tani, s'ka më mirë me të bëftën nëna, po i të 70 vjeç bashkë me këtë, s'ka më mirë dashuri. A, jena është i po. Është festa që një prift i kur në Itali, nuk e mbaj mend tashu, bëri një pagzim të atyre çifteve që martoheshin dhe u vë emri Shën Valentin për dert ati priftit. Ka i dim neve. Putin e parë ku i keni marrë? A, nuk i them ato se kam 50 e ca vjet. Në fabrikë. Në fabrikë keni marrë? Po, në fabrikë me atë që kam sot. Po, në fabrikë, aty ku jemi. Çfarë është për ju bashkë? Është, si i thon fjalët, gjysma ime më e mirë, është të plotëson jetën, të krijon familje, bën fëmijë dhe shkon jetën. Dhe pa ta fat që pa ta të mirë. Po çiftet e sotme marrin pak shumë. Është më e vështirë dhe koha. Ne kishim sistemin atëre. Ndërsa tash është koha më e vështirë, kam shumë hapësira, kam shumë dalje, kam shumë telefona. Çfarë mund të them unë në këtë moshë tash? Ju i dini më mirë. Ti e parë kur e ke dhënë? Çfarë moshe? Që në moshën 18. 18. Kujt, bashkëshortes aktuale? Po, patjetër. Nuk e ke tradhtuar asnjëherë? Jo. Sot për Shën Valentinin, çfarë do të bësh? Në thjesht në moshë 3 gjërat. Çfarë është për ju Shën Valentin? Ashti është një dashuri, respekt. Ju shprehni dashurinë edhe në këtë moshë bashkëshortes? Po deri në ashti të shikojmë më vonë, nuk e dim. Shën Valentini këtë të shtunë është festuar në mënyra të ndryshme nga qytetarët, duke treguar se dashuria nuk një mosh. Të rinjët të moshuar, çifte të reja apo bashkëshortë për dekadash gjetën mënyrën e tyre për të shprehur vlerësimin dhe përkushtimin ndaj njëri tjetrit. Për disa ishte një drek romantike, për të tjerë një shëtitje, ndërsa të tjerë zgjodhen për një dhuratë simbolike apo një mesazh të thjeshtë por të ndjerë. Në thelb, dita e Shën Valentinit mbetet një simbol i dashurisë, mirënjohjes dhe afërsisë njerëzore, një kujtesë përtej sfidave të përditshme, ndjenjat dhe marrëdhëniet e ato që japin kuptim jetës.